Qytetarët e Vlorës do të votojnë më 9 nëntor për të zgjedhur kryetarin e ri të bashkisë në një proces zgjedhor që pritet të tërheqë vëmendjen e opinionit publik vendor dhe kombëtar. Kjo garë pritet të jetë edhe një test i rëndësishëm për forcat politike në qytetin e Vlorës. Një pjesë e madhe e qytetarëve konsiderojnë pjesëmarrjen në zgjedhje si një detyrë qytetare dhe morale. Të tjerë theksojnë se pjesëmarrja është e domosdoshme për të shmangur apatinë politike që është vërejtur në vitet e fundit. Po, do marrim pjesë. Si mendon, do të ketë pjesëmarrje? Duhet ketë. Do votoj unë me 2 duar. Ta gëzojmë suksese na udhëheqën mirë. Do i japëm votat me 2 duart. Voton ti? Vlorë. Po. Votoj. Të shkoj në votime, të shkoj. Do të ketë pjesëmarrje apo mendon se Nuk e dim atë, ajo është. E dim. Kryetarët e bashkisë. Do marrim. Megjithatë, një tjetër pjesë e qytetarëve shpreh se deri më tani fushata është shumë e vakët dhe se nuk ndihet një atmosferë fort zgjedhore nga ana e kandidatëve. Po ndihen kandidatët në fushatë që dëgjuar çfarë? Jo, gjithtani s'po ndihet shumë. Nuk po ndihet shumë. Çfarë duhet bërë më tepër? Duhet të premtojnë në popull çfarë do bëjnë për komunitetin. Ka edhe qytetarë që edhe pse jetojnë në Vlorë nuk votojnë këtu. Jo, unë jam fshatar. E kam andej, unë edhe ky. Nuk e kemi, ne kemi kryetarin tonë. E kemi. Ne kemi ato, nërtilin. Na rrojnë nërtilin, ta kemi samalet, a që kemi neve. I gjithë me ato në punët. Se nuk e keni sjellë këtu pasaportizimin, jetoni këtu? Po, kemi ardhë, nashi kemi ardhë. Ja, unë kam 1 vit për shumë. Nuk e ndjen veten qytetar të Vlorës? Qytetar, ja, mu se mua më është vrarë gjyshi për këtë Vlorë, në luftën e 20-s, po. Aneksi Vlorës jemi në fshatarë prapë. Po jo që të rri këtu të votoj për Vlorën. Votoj për vendin tim atje. Atje e kam shtëpinë, atje e kam arën, atje e kam ujit, atje e kam pyllin, atje e kam të gjitha pronat e mia. Po këtu jeton sot apo jo? Këtu jetoj, po bukën më bie shteti, e marr bukën në dyqan. Për të mbrit diku. Qytetarët e Vlorës theksojnë se duhet të marrin pjesë në votimet në zgjedhjet e 9 nëntorit, në një proces i cili do të jetë i pjesëshëm, por shumë i rëndësishëm për të ardhmen në vijim dhe të qeverisjes së qytetit, sidomos të shërbimeve ndaj qytetarëve, të përmirësimit të jetesës së tyre. Zgjedhjet e 9 nëntorit pritet të jenë një provë e rëndësishme, duke treguar edhe se sa e fortë është lidhja mes qytetarëve dhe institucioneve vendore.